Gjykata e Durrësit ka dënuar me burgim të përjetshëm djalin e Pëllumb Metës, Hysen Meta, 49 vjeçari Pëllumb Meta, u vra dhe u gropos nga fëmijët e tij. Ngjarja e rënd u zbulua në Shënavlash në Durrës më 10 shkurt të vitit 2024. Vajza Hygerta Meta u dënua me 8 vite burgim nga 30 vite që kishte kërkuar prokuroria. Amarildo Meta u dënua me 5 vite, ndërsa e Oma Blerina Meta është dënuar me 3 vite. Në sallën e gjyqit i pranishëm ka qenë vetëm Amarildo Meta. Si ndodhi ngjarja? 50 vjeçari Pëllumb Meta ishte raportuar i zhdukur nga djali i madh. Pas kallëzimit për zhdukje, policia ngriti dyshimet se mund të jetë një ngjarje kriminale dhe kanë nisur hetimet. Gjatë marrjes në pyetje të familjes lidhur me zhdukjen e Metës, ka qenë vajza e tij Hygerta Meta, e cila pasi është pyetur disa herë, ka treguar se e ka vrarë baban e saj dhe e ka varrosur në kasullën pranë banesës së tyre. Më pas u tha se vrasjen e kishte kryer vëllai i 19 vjeçares. 24 vjeçari Hysen Meta akuzohet se ka shkrepur armën. Vajza Hygerta, 19 vjeç, ka qenë pjesëmarrëse në organizim dhe në krim, ndërsa djali tjetër 22 vjeçar akuzohet për fshehjen e kufomës.